Emisioni prive në Klan Kosova ka publikuar së fundmi një kronik ku pretendohet se ish banori i Big Brother VIP Kosova 4, Labino Terexha, e ka kërcënuar këngëtaren dhe opinionisten e këtij edicioni, Leonora Jakupi, pas daljes së tij nga shtëpia. Sipas kronikës, pas një debati të fortë publik që dyshja kanë pasur ditët e fundit, artisti nga Rahoveci dyshohet se i ka shkruar drejt për drejt këngëtares, menjëherë pasi u eliminua nga formati. Raportohet se mesazhet kanë ardhur si reagim ndaj opinioneve kritike që ajo kishte dhënë për të gjatë spektaklit, ndërsa situata thuhet se ka eskaluar deri në tone kërcënuese personale. Në materialin e transmetuar janë publikuar edhe disa mesazhe që pretendohet se janë dërguar nga Rexha si përgjigje ndaj një story në Instagram ku Jakupi paralajmëronte një koncert për në datën 7 mars, ku ai shkruante: "Inshallah ke viz pune, se këtu unë do lajmëroj që sot." Po ashtu në kroniku tha se këngëtari dyshohet se i ka shkruar edhe një personi të njohur në Zvicër, i cili pretendohet se punon në institucione, duke e njoftuar për faktin se artistja nuk do të kishte vizë pune dhe duke ushtruar presion që kjo të raportojë tek autoritetet zvicerane. Rasti ka ngjallur reagimin në rrjetet sociale, ndërsa kujtohet se vite më parë disa këngëtarë shqiptar janë përballur me ndalime hyrjeje në Zvicër për shkak të dokumentacionit të punës. Sipas raportimeve, Rexha në atë kohë nuk kishte prekur nga masa të tilla pasi posedonte shtetësinë zvicerane. Deri tani nuk ka një reagim zyrtar publik nga palët lidhur me përmbajtjen e kronikës, ndërsa mbetet e paqartë nëse çështja do të marrë rrjet ligjore apo do të mbetet në kuadër të përplasjes publike mes dy artistëve.